Këta janë fara e të ndjerës LSI. E Manimen ka qenë një farë barit keq që hapi me shpejtësi? Ha? Jo. Mirë, ka loj nga do, po them, e Manimen këtë që po them unë, se Grami është në punë e vetë, LSI-në, e Manimen. S'flas për Gramin, flas për LSI-në, e kujtohet. Kujtohet që ishte një LSI, ha? Që e hape. Dhe që më ka të meru kur kam lexu qelizat e kancerit, se si rriten. Qelizat e kancerit janë të vetmet qeliza që rritjen nuk e kanë, qelizat e kanë qëllim në vetvete kundër gjithë mbarvajtjes së organizmit. Kështu janë. Tani, këta janë një version tjetër, version laik, nuk janë version fetar. Në kuptimin, nuk kanë një, akoma nuk e kanë një shef kulti e tjere. Por, janë e njëjta gjë. Sa më të vogla partit, aq më të vogla interesat dhe aq më të mëdhaja llafet. Mos e harroni kur këtë gjë. Kur mblidhen 10 veta edhe thonë hajde të bëjmë parti, mblidhen për interesat e tyre dhe nga që janë 10 veta e kanë gojën aq të madhe sa që lemerisin gjithë lagjen. Edhe të thush ti ku pas kemi qenë ne. Historia e partive të vogla në të gjitha vendet ka tregu që janë problem, nuk janë vlerë për demokraci, nuk janë. Megjithatë, në kushtet kur këtu një kënet ka marrë rrugët dhe në kushtet kur demokratët skuptojnë që po nuk e thanë atë kënet, do mbeten pa parti fare në fund, ata pa parti s'do mbeten, se ne gjithmonë gati jemi t'i marrim, po ata me menin që kanë, atëherë dalin këto tjerat. Dalin këto tjerat edhe premtojnë. Ne nuk premtojmë, ne themi çfarë do bëjmë. Dhe analizat tona bëhen me Ministrinë e Financave, bëhen dhe me ekspertët ndërkombëtar, që i kemi nga më të mirë në botë. Unë prej disa vitesh, këshilltar për ekonominë, kam krye ekonomistin e kancelarës gjermanisë 10 vjet atje me kancelare.